Për ata që rrinë edhe na kujtojnë neve dhe na thonë që feja mëkati i madh është vetëm shirku, edhe vetëm bidati bën katastrofën në fe. Edhe na thonë neve që lënia e namazit është ajo e cila të nxjerr nga rrethi i Islamit, e ndërkohë nuk i japin rëndësi këtyre gjërave që i ka dhënë feja jone e madhe. Feja islame respekton Zoti Xheleshanu, respekton drejtën e çdo kujt, dhe kjo është fundi që ti marrësh jetën dikujt padrejtisht. Kjo është fundi. Kjo është më e rënda, më e madhja. Pra që ti hysh në hak është diçka shumë e rëndë. Ti shkelësh në derin është shumë e rëndë. Ti cënosh drejtën pasurinë është shumë e rëndë. Ama të vi puna derisa ti marrësh jetën dikujt, pasha Allahu, kjo është fundi. E Allahu Xheleshanu neve na tregoi se dënimi i tij do jetë aq i madh sa që është njësoj sikur me qeni përjetshëm xhehenem, Zoti na ruaj. Vallahi. Imam Dhahabiu, Zoti e mëshiroft, kur shkryti librin Mëkatet e Mëdha, edhe aty ka mbledh gjithë mëkatet e mëdha, sipas teksteve fetare, Kuranit edhe haditheve të profetit alayhis salatu wassalam. Thotë e dyta, pra mbas mohimit edhe mbas shirkut, pra ta adhurosh dikë tjetër për shkak, e dyta qatlun nafs, e dyta qatlun nafs, imagjino sa e rëndë është. Vrasja e dikujt me të padrejtën. Vrasja e dikujt, pra. Ti marrësh jetën dikujt,